qytetar nga trevat shqiptare protestuan në Shkup në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Presidentja Osmani takon Papa Leonin e 14, shpreson që Vatikani ta njohë shtetin e Kosovës. Policia e Kosovës konfiskon mbi 4 kilogram kokain, arreston 4 të dyshuar. Me aktivitetet të shumta po shënohet përvjetori i rënjes së Muj Krasniqit dhe bashkëluftëtarëve në Pashtrik. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme. Të nderuar televizikues, mijëra qytetar nga trevat shqiptare kanë protestuar në Shkup nga ku kanë mbërthirrje për drejtësi ndaj ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag. Nga OVL e UÇK-s thanë se lufta e ushtrisë qlirimtare ka qenë e drejtë dhe se gjykimi po zhvillohet mbi fakte të fabrikuara të Serbisë dhe Rusisë. Qindra flamuj kuqezi valuan në Shkup të Maqedonisë. Kemi një flamur dhe asgjë nuk mund të na ndajë. Thirrjet UÇK e këngë kushtuar ushtrisë qlirimtare jehuan në kryeqytetin Maqedonas. Shqiptar nga trevat ku flitet shqip kërkuan drejtësi për ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Në gjitha protestat e kalume i tregojmë Drandavillove se ushtria qlirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike. Aja gjykat ma shumë është drejtësi politike dhe ju ngjan gjykata të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Liri për çlirimtarët kërkoi edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Akuzohen për vepra të pabëra. Ne kemi dashur lirin, po jo duke u amohuar lirin popujve tjerë. Ushtria jonë nuk ka qenë kundër asnjë populli, as popullit serb. Veterane familjar të dëshmorëve thanë se lufta e UÇK-s ka qenë e drejtë dhe askush nuk mund ta njollos atë. Liria nuk gjykohet. Lufta jonë ka qenë e drejtë, komandantët tanë meritojnë drejtësi e jo pa drejtësi. Dhe të gjithë së bashku, le ta kujtojmë atyre që guxojnë ta fyejnë UÇK-n. UÇK-ja nuk është një emër për të sharë. UÇK-ja është gjaku in, sakrifica jon, historia jon. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjithë ata që u rrështuan në anën e drejtë të historisë, nuk luftuan për privilegje, poste apo lëvdi të reme. Ata luftuan që asnjë nën shqiptare të mos e fshihte fëmijën në sqetull nga frika e zhdukjes. Në protest morën pjesë edhe përfaqësues politik nga Kosova. Kjo protest është pjesë e një serie të tubimeve të organizuara nga veteranët e UÇK-s në mbështetje të ish-krerëve të luftës. Ndonse kishte shqetësime për mbarvajtjen e saj, protesta e sotme në Shkup në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag, u zhvillua e qetë dhe pa asnjë incident regjistruar. Kjo është konfirmuar edhe nga Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut. Protesta e sotme në Shkup në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag, kaloi e qetë dhe nuk u regjistrua ndonjë incident. Gjithçka ka qenë rregull, e them edhe një herë, falenderoj mas pari gjithë ata që morën pjesë këtu në këtë protestë dhe kaloi pa kurfar incidenti, gjë që për ne ka qenë shumë me rëndësi, që t'i tregojmë edhe opinionit këtu të mbrëmshëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, se qëllimet tona nuk kanë qenë të mbrapshta. Edhe qytetarët që kishin ardhur nga Kosova në këtë protestë thanë se kanë kaluar mirë rrugës dhe se nuk kanë pasur problem me policinë gjatë hyrjes në territorin e Maqedonisë së Veriut. Mirë, s'kemi por kërkesa. Ne kemi vetëm me zemër. Rruga shkoi gjithçka mirë, nuk pati ndonjë kontroll kështu të sforcuar. Jo, mirë shumë, nuk pati probleme.
sjellje zakonshme, ndoshta më e lehtë se sa ditëve të tjera. Mirë, jo, s'kem pas probleme që. S'kem pas me asnjë, edhe ju urojmë lirim sa më shpejt. Edhe faleminderit shumë popullin shqiptar Maqedoni. Edhe Ministria e Brendshme Maqedonisë së Veriut bëri të ditur se gjatë protestës nuk është regjistruar ndonjë incident. Për protestën e sotme në Shkup dhe të tjera të mbajtura së fundmi, do të flas tani në një bisedë të drejtë për drejtë me profesor Ram Bujën, njërin nga antarët e shtabit përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Zoti Buja, të falenderoj për kohën, mirëmbrëma. Mirëmbrëma për ju. Si e pat protestën e sotme në Shkup pas atyre të mbajtura në Tiranë, në Strasburg, në Hag, në mbështetje të krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, bashkëluftëtarëve tuaj? Që ju thëmë të drejtën krahasuar me protestet që mbajtën më parë, kom prit pak me droj për faktin që u thanë fjalë të mëdha nga kryeministri i Maqedonisë dhe ishte shqetësimi se mos rastësisht po ndodhi diçka e paqëllimshme, sepse karakteri i këtyre protestave dihet çfarë ishte, mbrojtja e drejtësisë që mund të përdhoset e në përkëmbët në Hag, andaj kisha pak shqetësim, por megjithatë kur e pash se si u zhvillua e tërë kjo çështje, unë u gëzova shumë sepse gjithçka shkoi në rregull sipas gjitha atyre konditave që është është parashikuar dhe është paracaktuar, kështu që unë u gëzova shumë. Edhe ashtu në fakt ishte e qetë krejtësisht. A mendoni se këto protesta, këto aktivitetet e tjera po ndikojnë në sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar sa i përket procesit gjyqësor ndaj ish-drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Është tërësisht e pamundur që të mos ndikojë në gjithë këtë proces që po zhvillohet, dhe ajo që është e rëndësishme dhe që flitet me zë të lartë është uniteti që tregohet i shqiptarëve për të mbrojtur të drejtat dhe liritë atyre njerëzve që janë atje pa drejtësisht në gjykatën e Hagës, dhe që në fakt është dëshmuar që kjo gjykatë është tërësisht politike e s'ka gjë juridike. Ndërkohë që po mbahen protesta e debatet shumëta, të cilat në fakt kanë për qëllim edhe argumentimin për lirimin e shpejtë atyre që ndodhen në Hag, a mendoni se kjo do të ndikojë në lirimin e shpejtë të tyre? Nëse ka logjikë të ndikimit racional dhe të arsyeshëm, atëherë është kjo pikërisht, dhe unë besoj që ndikimi do jetë mjaft i madh, dhe unë besoj shumë që para qershorit do të ndodhë ajo që ne presim me shumë padurim, do të lirohen ata djem, ata burra, dhe do të jetë pafajësia e tyre e pashmangshme dhe pa kontestueshme. Ditë më parë u lirua me kusht zotëris Nikilaj, Thaçit në fakt ju vazhdua para burgimi, ndërsa Gjyshalës ju refuzua kërkesa për ulje dënimit. Cili mendoni se duhet të jetë roli i institucioneve në këtë fazë që ndodhet procesi gjyqësor? Nuk po flas fare për institucionet, se në fakt institucionet kanë qenë të heshtura tërësisht, vazhdojnë të jenë të heshtura dhe ndikimi i tyre është zero me gjufë, si thonë jugorët, kështu që unë nuk pres ndonjë ndikim të jashtëzakonshëm, unë u gëzova shumë për ishniu që u lirua, keq që nuk u lirua edhe tjetri i radhës, por unë besoj që krejt kjo ploj do marrë fund më së largur gjë në qershorin e vitit që vjen. Përfundim në të mirë të drejtësisë, le ta themi kështu, asaj që në fakt e presim gjithë, lirimin e tyre? Unë jam shumë i sigurt që drejtësia do flas tamam me gjuhën e arsyes dhe ata burra do të jenë të pafajshëm siç janë të pafajshëm, siç dëshmuan shumë dëshmitar të mbrojtjes, e veçanërisht ata që erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në fakt lufta jon ishte ajo që ishte e drejtë, ishte e pa kontestueshme në farë forme si luftë çlirimtare, dhe ju e dini, po citoj, po perifrazoj deklaratën e pavarësisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, nëse për diçka thonë ja vlen për të vdekur sa herë që ka nevojë njeriu, është çështja e lirisë, dhe këta djem pikërisht për këtë çështje edhe kanë aspiruar, kanë luftuar, janë përpjekur dhe kanë realizuar objektivet e tyre, dhe është keqardhje e madhe se si këta burra gjenden për 5 vjet e sa në pranga, si thuhet, edhe në ato istikame atje, në farë forme istikame po quhen kushtimisht, pa arsyeshëm, dhe unë besoj që faktikisht gjyqësia ndërkombëtare në historikun e saj do ta shuajë si gjykatën më të komprometuar të botës për këto veprime që ka bërë. Unë personalisht do doja t'ju ktheja në këtë moment në dhjetorin e vitit 98, kur ra Muj Krasniqi me shokët. Si e kujtoni pas kaq vitesh ato periudhë lavdishme? A është Kosova aty ku në fakt ishte ideali juaj? I juve tuat për çlirimin e Kosovës?
diçka gjithsesi ajo madhështoria është realizuar se Kosova ka lirinë sot, por natyrisht që aspiratat dhe ëndrat se si do të kishim dëshiruar ta shohim Kosovën pas kaq vitesh, 2 dekada e gjysmë më shumë, kjo le për dëshiruar, por megjithatë unë besoj në të mirën, në arsyen e njerëzve tanë që ta bëjnë Kosovën vërtet ashtu siç duhet. Një faktor që është i domosdoshëm për të realizuar të mirën për të vend është dashuria për vendin. E mbyllim këtu, dashuria për vendin, dashuri mbi dashurit. Falenderoj shumë për këtë intervistë në edicionin qendror të lajmeve, zoti Buja. Faleminderit shumë. Faleminderit për mundësinë. Natën e mirë. Si që dhe biseduam me zotin Buja, sot e nesër shënohet përvjetori i rënjes heroike të Muj Krasniqit dhe bashkëluftëtarëve të tij. Një grup familjarësh, bashkëluftëtarë dhe qytetarë kanë zhvilluar sot një ecje përkujtimore përgjatë shtigjeve të zonës ku ai dhe luftëtarë të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ranë heroikisht në kufirin Kosovë-Shqipëri në Pashtrik në dhjetor të vitit 1998. Kjo ecje u bë për të përkujtuar sakrificën dhe qëndresën e luftëtarëve të lirisë. Pjesëmarrësit po ndjekin shtigjet historike që shënjojnë momentet e rënjes së heronjve. Sot u zhvillua një ecje përkujtimore në malin ku ranë dëshmorët Muj Krasniqi, Beq Gashi dhe bashkëluftëtarët e tyre. Muj Krasniqi dhe Beq Gashi ishin pjesëtarë të njohur të UÇK-s dhe ranë dëshmorë gjatë përballjeve me forcat serbe. Ata luajtën rol të rëndësishëm në mbrojtjen e rrugëve të furnizimit dhe organizimin e njësive çlirimtare në këtë zonë malore. Pikërisht në këto shtigje, 26 vjet më parë, dëshmorët ecën dhe zhvilluan operacionet e tyre, duke lënë gjurmë të rëndësishme në historinë e luftës për liri. Gjatë ecjes përkujtimore, pjesëmarrësit ndoqën shtigjet malore ku vepruan dëshmorët, duke ndaluar në pika të ndryshme për të rikujtuar aktivitetin dhe rolin e tyre në mbrojtjen e zonës. Aktiviteti ka për qëllim ruajtjen e kujtesës historike, njohjen e kontributit të dëshmorëve dhe përcjelljen e vlerave të trimërisë dhe përkushtimit për liri tek brezat e rinj. Ecja përkujtimore u zhvillua përgjatë terrenit malor, duke rikujtuar sakrificën e tyre dhe duke theksuar rëndësinë e historisë së zonës në kontekstin e luftës për liri. Aktiviteti përfundoi me mesazhin se kontributi i Muj Krasniqit, Beq Gashit dhe të gjithë luftëtarëve të tyre është i pazëvendësueshëm për historinë e vendit dhe se kujtimi i tyre duhet të ruhet si pjesë e trashëgimisë historike dhe kombëtare, ndërsa shtigjet ku ata ecën 26 vjet më parë mbeten dëshmi e guximit dhe përkushtimit të tyre për liri. Me rastin e 27 vjetorit të betejës së Pashtrikut dhe rënjes së komandant Muj Krasniqit me 41 luftëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe në Stuttgart u mbajt një aktivitet kulturor. Në këtë tubim morën pjesë protagonistë të betejës së Pashtrikut, ish ushtarë të 3 luftrave çlirimtare që u zhvilluan në hapësirat shqiptare, si dhe shumë familjarë të dëshmorëve. Në tubim morën pjesë edhe shumë bashkëluftëtarë të komandant Muj Krasniqit, Kapuçit nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Lugina e Preshevës. Jo përcjell tani të tjera zhvillime të ditës, presidentja Vjosa Osmani ka takuar në Pallatin Apostolik Papa Leonin e 14. Osmani ka thënë se kjo është një ditë e rëndësishme në relacionet ndërmjet Kosovës dhe Vatikanit, duke shpresuar që Vatikani më në fund do të marrë vendimin e shumë pritur që ta njohë shtetin e Kosovës. Ky veprim sipas Osmanit do t'i hapë rrugë të tjera të suksesit Kosovës dhe qytetarëve të saj në arenën ndërkombëtare. Sa po përfundova një takim shumë përmbajtësor me Papa Leonin e 14, pastaj kishim takime edhe me kardinalin Parolin dhe Monsignor Gallagher, sekretarin e shtetit dhe sekretarin për punë të jashtme përkatësisht. Kjo është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme në relacionet mes Republikës së Kosovës dhe Vatikanit. Në takim me shenjtrinë e tij, Papa Leonin e 14 natyrisht që paraqita shpresën dhe besimin e gjithë popullit të Kosovës se Vatikani më në fund do të marrë vendimin e shumë pritur që ta njeh Republikën e Kosovës, që të njeh vuajtjet e gjata të popullit të Kosovës për të jetuar i lirë, i pavarur dhe në demokraci, me shpresën se një vendim i tillë i njohjes nga Vatikani, njohjes nga ana e shenjtrisë së tij, do të kontribuante edhe në mirëqenien më të madhe, edhe në suksesin më të madh të Kosovës, të Dardanisë antike, një toke që i ka dhënë botës dhe Evropës
jo vetëm Gjergj Kastriotin Skënderbeun, heroin ton kombëtar, i cili e ka mbrojt portën e fundit të Evropës, por njëkohësisht edhe Shën Terezën, dhe po ashtu nëse kthehemi prapa në histori, është pikërisht toka Dardane, që i ka dhënë botës, që i ka dhënë krishterimit, edhe perandorin Konstantin, edhe perandorin Justinian, edhe shumë figura të tjera të rëndësishme për humanizmin. Prandaj shpresojmë shumë që tani edhe të merret ky vendimi shumë pritur për popullin e Kosovës, i cili do të kontribuonte edhe më shumë për paqen dhe stabilitetin në rajonin ton dhe në gjithë kontinentin evropian. I përcolla urimet e popullit të Kosovës edhe për Krishtlindje, edhe për vitin e ri, edhe papës, por edhe të gjithë të pranishme që i takuam, edhe kardinalit Parolin, dhe njëkohësisht dëshirat më të mira për paqe dhe më shumë humanizëm në gjithë botën, dhe natyrisht që e ftova Papa Leonin që të vizitoj Republikën e Kosovës me shpresë që një vizitë e tillë do të ndodhë sa më parë që të jetë e mundur. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur të pranoj ankesën e listës serbe dhe t'i certifikoj kandidatët për deputet nga kjo parti për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Në vendimin e publikuar sot, PZAP-ja ka thënë se vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mos certifikimin e kandidatëve në mbledhjen e 10 dhjetorit është i mangët, jo i plot dhe nuk i trajton çështjet dhe faktet vendimtare që lidhen me vlerësimin e kushteve ligjore për certifikimin e subjektit politik. PZAP-ja tutje ka thënë se lista serbe ka respektuar të gjitha afatet për regjistrimin e kandidatëve dhe ka marrë rekomandim pozitiv nga zyra për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar, prandaj e ka aprovuar kështu në këtë mënyrë ankesën e saj. E në Serbi, partitë opozitare kanë vazhduar akuzat ndaj pushtetit të Vučićit duke paralajmëruar për një klimë frike dhe dhune politike. Sipas tyre, edhe procesi i integrimit evropian të Serbisë është i bllokuar për shkak të përkeqësimit të gjendjes demokratike dhe orientimit gjithnjë më theksuar të Beogradit drejt Rusisë. Në një klimë të tensionuar politike dhe shoqërore në Serbi, partitë opozitare kanë intensifikuar akuzat ndaj pushtetit të presidentit Aleksandar Vučić. Opozita pretendon se vendi po përballet me arbitraritet shtetëror, presione politike dhe dobësim të institucioneve, duke paralajmëruar për një klimë frike dhe dhune politike. Sipas tyre, pushteti mban përgjegjësi për korrupsion, keq përdorim të institucioneve dhe cënim të sundimit të ligjit. Në këtë kontekst, nënkryetaria e Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë Marinika Tepić ka vazhduar fushatën e saj të quajtur Rruga për Burg, drejtësi për Serbin. Ova optužnica protiv Zorane Mihajlović. Këto akuza që parashikojnë 200 vite burg janë ndaj ish ministres Zorana Mihajlović, e cila është pjesë e një strukture kriminale të lidhur me Aleksandar Vučićin dhe vllaun e tij Andrej. Ajo ka nënshkruar kontrata të diskutueshme që e kanë dëmtuar Serbin për miliarda euro, kanë minuar sundimin e ligjit dhe kanë krijuar rrjete të kompanive të privilegjuara për korrupsion dhe pastrim parash, thot Marinika Tepić. Opozita parlamentare është e fokusuar në përgjegjësinë politike dhe penale të pushtetit të Vučićit, duke u bërë thirrje institucioneve shtetërore të nisin hetimime për këto pretendime. Përfaqësuesit e pushtetit në anën tjetër i kanë hedhur poshtë këto akuza. Këto janë akuza të rreme dhe konstrukte politike ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe vllait të tij. Opozita vazhdimisht përsërit gënjeshtra, thot Natasha Jovanović, deputete nga Partia Përparimtare Serbe. Akuzat e opozitës lidhen me kërkesat që prej më shumë se një viti janë në qendër të protestave antiqeveritare, të nisura pas shembjes së një strehe të stacionit hekurudhor të Novi Sadit, ku humbën jetën 16 persona. Opozita paralajmëron gjithashtu për rrezik kolapsi në sektorin energjetik, veçanërisht për shkak të krizës rreth kompanisë NIS, e cila është nën sanksione amerikane për shkak të pronësisë ruse. Sipas opozitës, edhe procesi i integrimit evropian të Serbisë është i bllokuar për shkak të përkeqësimit të gjendjes demokratike dhe orientimit gjithnjë e më të theksuar të Beogradit drejt Rusisë. Ndrojmë tani temë, hetuesit policor nga njësia e drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në Ferizaj, në koordinim me prokurorin dhe bashkëpunim me zyrtar nga AKI,
kanë arrestuar 4 të dyshuar për përfshirje në trafikim me lëndët narkotike. Gjatë operacionit policia ka konfiskuar substancë që dyshohet të jetë narkotike llojit kokain me peshë totale mbi 4 kg, me vlerë tregu rreth 140.000 euro, ndërkaq që janë arrestuar 2 shtetas të Shqipërisë dhe 2 kosovarë, ndërsa 2 të dyshuar të tjerë ndodhen ende në arreti. Në vazhdim një kronik e cila flet për shqetësimin e mësimdhënësve dhe prindërve të nxënësve të shkollës fillore Emin Duraku, stacioni autobusëve i vendosur pranë hyrjes së kësaj shkolle po shkakton vështirësi në qarkullimin rrugor dhe sigurinë e nxënësve. Sipas drejtuesve të shkollës, në oraret e ngarkesës, fluksi i autobusëve dhe automjeteve bllokon hyrjen dhe daljen e fëmijëve, duke krijuar një situatë të ndjeshme për komunitetin shkollor. Drejtori i institucionit, mësimdhënësit dhe prindrit kërkojnë ndërhyrje urgjente për të siguruar një ambient më të sigurt, ndërsa autoritetet komunale deklarojnë se po shqyrtojnë opsione për përmirësimin e qarkullimit në këtë zonë. Stacioni autobusëve i vendosur pikërisht në hyrje të shkollës së mesme të Ulët Emin Duraku po shkakton vështirësi në qarkullimin rrugor dhe po konsiderohet rrezik për nxënësit. Çdo ditë, sidomos në oraret e fillimit dhe përfundimit të mësimit, zonat përreth shkollës mbushet me autobus, vetura dhe këmsor. Drejtori i kësaj shkolle, Visar Osmani, thotë se së fundmi është larguar linja për Podujev, po kjo sipas tij nuk mjafton. Është largu linjat për Podujev, por kanë mbet linjat lokale dhe regionale të Prishtinës. Ne kemi kërkuar dhe nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që të vendoset stacioni aty ku ka qenë. Ne kemi kërkuar që stacioni zhvendoset ku ka qenë vitet para luftës në 200-300 metra më poshtë, në mënyrë që mos pengohet hyrja fizike e nxënësve, e prindërve, e stafit në shkollë. Përveç drejtuesve të shkollës, shqetësime shprehin edhe mësimdhënësit, të cilët përballen çdo ditë me këtë situatë. Në momentin që dalin jashtë rrethojave të shkollës, e shohim që është një pasiguri tek fëmijët, nga veturat, nga personat ndryshëm, sepse e dim që është edhe stacioni autobusa këtu afër, edhe ka dyndje të madhe njerëzve, mandej ka edhe grup mosha dhe gjenerata ndryshme ku atakohen ato. Edhe prindrit kërkojnë zgjidhje urgjente, duke thënë se siguria e fëmijëve duhet të jetë prioritet. Për shembull, në këtë pjesën këtu ka problem me trafikun. Jo është stacioni i autobusave, shpesh herë bëhet gushve madhe dhe kanë mundësi që fëmijët edhe mungus ndërmjet veti mund shty, edhe këto janë probleme. Nga ana tjetër, komuna thotë se në atë zonë është larguar stacioni për Podujev, që sipas tyre e ka lehtësuar qarkullimin, por për momentin nuk ka zgjidhje tjetër. Do të largohet stacioni, do të vendoset në një hapësirë tjetër, po në atë rrugë, po mendoj, në rrugën Ilir Konushevci, në atë rrugë do të vendoset, po do të vendoset në shkolla se jemi të vetëdijshëm që kjo paraqet problem. Deri në gjetjen e një zgjidhje përfundimtare, prindrit dhe stafi i shkollës kërkojnë masa të përkohshme, në mënyrë që hyrja e nxënësve në shkollë të jetë më e sigurt. Për herë të parë, ASK publikoi indeksin e çmimeve të pronave banesore për periudhën 2018-2025. Çmimet e banesave në nivel vendi u rritën me 4.2% në 3 mujorin e dytë vitit 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më përpara. Në rajonin e Prishtinës, rritja shënoi 6.5%, duke bërë kryeqytetin tregun më dinamik dhe më të shtrenjtë në vend. Në tërë këtë punë, rol të madh luajti Agjencia e Kadastrës Kosovës. Për herë të parë, Agjencia e Statistikave të Kosovës publikoi zyrtarisht indeksin e çmimeve të pronave banesore, një instrument që mat lëvizjet e çmimeve të banesave në të gjithë vendin për periudhën 2018-2025. Ndihmën më të madhe për realizimin e këtij indeksi ofroi Agjencia e Katastrit të Kosovës. Ky indeks ka qenë kërkesë e qeverisë në vitin 2023 në bazë të një marrëveshjes me Fondin Monetar, cila ka qenë pikë e veçantë në këtë marrëveshje, jo për kushteve të plotësohet, ka qenë edhe publikimi i këtij indeksi. Për krijimin e indeksit u përdorën të dhënat administrative që posedon Agjencia e Katastrit të Kosovës, të dhënat të mbledhura nga të gjitha komunat në territorin e Kosovës. Përfaqësuesi i Katastrës, Kujtim Mustafa, nënvizoi sfidat me të cilat u përball realizimi i këtij projekti. Një punë të jashtëzakonshme ka bërë edhe ASK-ja, me qenë se me bë analizë të dhënave të cilat nuk i prodhon vet, është një vështirësi bajgje e madhe për me kuptu fillimisht, e pastaj edhe me i bo
analizën e tyre për me orë deri te një indeks të çmimit. Llogaritjet e indeksit të çmimeve të pronave banesore u bën sipas formulës së regresionit hedonik, të cilat i prezantoi Gëzim Ahmeti nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, duke theksuar se rritja vjetore mesatare pas vitit bazë 2018 ishte më e larta në vitin 2022 me 4.5% e ndjekur nga viti 2024 dhe viti 2023. Metoda hedonike dhe rolling windows. Metoda hedonike përdoret regresion hedonik me time dummy për të vlerësuar ndryshimet e çmimit në kohës. Këto time dummy e merr ka vlerën 1 dhe 0 dhe për çdo karakteristikë e merr këto vlera. Këtu kemi paraqitur formulën për metodën hedonike dhe përfshihen karakteristika kryesore në llogaritën e këtij indeksi, si sipërfaqja, lokacioni, numri i katit, tipi i pronës e të tjera. Indeksi i ri i ofron informata të sakta institucioneve qeveritare, financiare dhe private, një pamje objektive dhe të standardizuar të tregut të banesave dhe ofron mundësim për analiza më të sakta për planifikim urbanistik, kontrata hipotekare dhe vlerësim ekonomik dhe për herë të parë vendos çmimet e pronave në territorin e Kosovës në një standard të matshëm. Bisedimet për Ukrainën po zhvendosen në Berlin, ndërsa kancelari Merz paralajmëron se Europa duhet të përgatitet edhe për një të ardhme pa mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Politikania gjermane me origjinë nga Kosova, Afërdita Suka shpall rikandidimin e saj në Berlin. Këto janë temat që Anila Shuka nga Deutsche Welle ka përgatitur për këtë edicion të përmbledhjes nga Berlini. Plani amerikan për paqen e Ukrainës i ka lënë të pakënaqur evropianët. Pas takimeve të kësaj jave në Londër mes presidentit ukrainas Volodymyr Zelenski dhe liderëve evropian, vëmendja politike zhvendose drejt Berlinit. Në kryeqytetin gjerman pritet të zhvillohen takime të reja me përfaqësues amerikan, përfshirë edhe të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Steve Witkoff, si dhe me partnerë evropian dhe përfaqësues të NATO-s. Qëllimi është që të riformulohet plani amerikan për paqen në Ukrainë, i cili fillimisht përbëhej nga 28 pika dhe shkaktoi shqetësim të madh në Evropë pasi i kërkonte Ukrainës lëshime të mëdha territoriale pa garanci të qarta sigurie. Apo përgatitet Evropa për një epokë pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kancelari gjerman Friedrich Merz tha në Kongresin e Unionit Kristian Social të shtunën në Munich, qeveria amerikane po i ndjek shumë fort interesat e veta. Kjo nuk është më një dukuri afat shkurtër. Berlini nuk e sheh më politikën aktuale të Shteteve të Bashkuara pra si përjashtim, por si një kurs të qëndrueshëm. Edhe një ndërim pushteti në Washington nuk garanton rikthim automatik të marrëdhënieve të vjeta transatlantike, tha Merz. Siguria, tregtia dhe politika ndërkombëtare nuk mund të bazohen më në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dekadat e paqes amerikane për një Evropë dhe për Gjermaninë janë në thelb të përfunduara, tha kancelari gjerman. Deri tani Berlini ka pasur vetëm një deputete shqiptare. Ishte Afërdita Suka në vitin 2021. Ajo kreu detyrën si deputete vetëm vite gjysmë pasi e humbi mandatin pas përsëritjes së zgjedhjeve në Berlin, të cilat u urdhëruan pas konstatimit të parregullsive serioze procedurale në votimet e vitit 2021. Afërdita Suka kandidon tani sërish për zgjedhjet e Berlinit që do të zhvillohen vitin e ardhshëm si kandidate direkte në zonën në Berlin-Tempelhof. Kandidoj përsëri sepse edhe nevojat dhe sfidat për njerëzit në Berlin nuk po pauzojnë, përkundër janë rritur edhe më tepër në krahasim me 2021 kur kanë kandiduar herën e fundit. Sidomos banimi i përballueshëm është një sfidë shumë e madhe për çdo njeri, ndoshta edhe shumë e madhe për komunitetin shqiptar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen. Mirupafshim dhe natën e mirë.